Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Ditë ndahet nga jeta në moshë të re aktori i njohur i serialeve. Shkaku i vdekjes së aktorit të njohur James Ransone është konfirmuar disa ditë pas ndarjes së tij nga jeta në moshën 46 vjeçare. Sipas një certifikate vdekje të datës 30 dhjetor, të siguruar nga media ndërkombëtare, Ransone ka ndëruar jetë si pasojë vetvrasjes. Aktori u gjeti pa jetë më 19 dhjetor në Amerikë, ndërsa zyra e ekzaminuesit mjekësor e kishte cilësuar më herët vdekjen si vetvrasje e dyshuar. 2 ditë pas vdekjes së tij, bashkëshortja e aktorit ndau një postim prekës në Instagram ku i shprehte dashurinë e përjetshme bashkëshortit të saj. Pas vdekjes së tij u hap edhe një faqe GoFundMe për të ndihmuar familjen me shpenzimet kur Ransone u përshkrua si bashkëshort, baba dhe mik i dashur. James Ransone lindi më 2 qershor të vitit 79 në Baltimore. Ai ishte më së shumti i njohur për rolet e tij nëpër seriale. Pas lajmit të vdekjes, shumë kolegë dhe miq nga bota e filmit, përfshirë Channing Tatum dhe Natasha Lyonne, ndan homazhe dhe mesazhe prekse në kujtim të tij.